Qytetarët e Republikës së Kosovës bashkëvendas të mi. Çdo herë do të dëgjoni llofet e mia, cilat janë të vërteta, të sinqerta dhe në vetëdijsimin e qytetarëve. A dini qytetarët e Republikës së Kosovës se Akademia Ushtarake për herë të parë ka qenë në Aqarim e OÇK-s edhe shumë rekrut e shumë ushtarak të cilët ja kanë kthy pushkën shtetit gjenocidal serb janë trajnu në Aqarim. A dini ju qytetarët e Republikës së Kosovës se as nuk dihet ku asët, as nuk ka një shej, as nuk ka një pika një presje. E tash kur pe i shoh këta komandant mërcenar, faqezi, mas këta komunistat, komandant komunista, se aloj kanë librezat e shtetit gjenocidal serb na për arkiva, kur pe i shoh mra paktina që ju e dini opinionin tem për to, po tham se shqyr zotit si pat njerëz e djem të fort, e tri, se këta me hesap kë kanë kohë dhat herë të punu me Serbi kundër shlirimtarëve. Derisa e shoh Aqarimin Germall, përveç unë si kum ndriqu që 6 vjet, që 7 vjet e moj ndriqimin anena, se fundim i kanë prej edhe koblat i kanë prish, këta vet asni hun nuk u thu, nuk u ull në Aqarim. E tash kur pi shoh këta komandant mërcenar komunista, mas këtina që e njeni ju opinionin tem për to, po tham shqyr zotit që nuk orë Serbia, hupi Serbia. E neqëm se kanë këtu këthy edhe me Serbi këta, për një zalluk. Ju kujtuhet, ose hinë dëgjeni historin e Stalinit, kur ja kanë zonë Hitleri djalin rëp, edhe ka dosh që ta kapitulën Rusin për mes kopjes djalit e Stalinit. Stalini ju ka përgjish, ka dho prej e lirisht, a ba që ka dush me to se lufta do të vazhdan. E ne duhet të dhojmë gjithë shka nga vetja që ta mbrojmë Drenicën ton, ta mbrojmë Skënderojnë ton, po nga këta. Se këta na kanë përqo. Vetë se ko me LDK bre kanë rej njerin, reje se është me LDK. Vetë se so me ta e kanë rej hoxhen, qytetarin, ushtarin e OÇK-s, dhe me thonë, ti do të me menu vequne qështë me dhene jone, ose qështë thamune. E une i garantoj Aqarimin, se në molin tim, ku jena ofër veç 500 metra, molim ku është nga fshota të Aqarivs, ka uj bëll. E garantoj fshotin Aqariv këthjelnë, mos ladrëni, si zagar, mas tyne qëllë ju kanë përfitu, se isha pardje në hotel Swiss Diamant, e kisha një takim me një delegacion, edhe erdhë qeveria shkum, qeveria aktuale, i posh 2 familje, 3 familje, një femën edhe 2 moshkuj. Drenicak, të cilët aja femna ka kontribu shumë luftën e OÇK-s. E këta 2 ishin familje emblematike, djemë të dëshmorve, të herojnve. Besoni zotit unë vike marë mu, unë vike gjënah mu, pe tyne që shikëshërshin goj, edhe këshërshin qka pjodhojnë ata qeveritar, se kanë kalu këta në tërpi, edhe kush si njën s'komo. Edhe une e niva vetën kesh për ta. Kur ta bish vetën në atë gjendje, të e sho, të e shit Drenicakin tanë, e të i shku ati tjetrit, të ju zgërdhin, e të i full kesh për Drenicakin tanë, qëfar mosh kleti. Une mund të shoj, mund të rehi, mund të mrehi, mund të mfyn, mund të afy, po asni herë nuk e dhonë Drenicakin. Në gjdo pik nuk u dzë kush më ma shoj. E mbroj me fanatizum e mbroj.
Se ne jem njerëz edhe mund të kem ullje, ngritje, tensioneve, po me grut vet njeri nuk o gjithë mirë, me një politikana, një mashtru, sa më thash, po është qëllimi si njeri që shitet, ai nuk ka din, as nuk ka imon, ai shitet çdo herë. Duke e shoh Hashim Thaçin, duke e shoh Kadri Veselin, duke i shoh politikan tjerë, e shko moj zhogin Albin Kurtit, unë jam shumë i bindën si nestra do ta shohësh edhe Albin Kurtin. Se ti ke qenë me Kupën e me Thaçin e me krejt ke vjedh, po qysh dvike morë djali kujna je, kanë prezentën ti, mi këshyr ata njerëz nguj, edhe me këshyr shka po qesit për ti, mu më ka orë gjunah për ti, edhe për ja dy tjerëve. Po, ju mund keni paknatësi, po mos e lëshoni njoni tjetërin. Mos e lëshoni se po ju garantoj një drëni cak. Ko vlerë ma shumë se 5 milion qasi qorët po shty me ta që o dheqin bajaki qeverin teknike. A që ka o kjo? Vetëm kete kërkojnë nga drëni cak të mi që ta kuptojnë drejtë se këllë Halilin, se unë nuk jam kundër askujt, nuk kam kundër askujt kur gjonë. Ndoshta jam i vetmi që mund ta amnistoj çlirimtarin, edhe nëse ka bo krime ekonomike o fjalla. Me pos drejt apo më mleju ligji edhe amnistoj. Por kur nuk do ta shes drëni cokin për një zallog dikuj tjetër apo për një tender dikuj tjetër. Kena balbër, ka shu zoti balbër e qetë, ka shu zoti tanat mirat i kim. Nuk kem nevoj mushit. E kjo është ai dallimi jam mes tyne mercenarëve edhe qytetarëve. Unë jam ofër qytetarëve. Nuk do tani asnjëherë krenar veten nëse injorohna nga drëni cakt e ledhatohna nga një grup tjetër i cilës do komunë. Sepse nëse nuk e dën ti drënicën, nëse nuk e dën Aqareven, ti nuk mund e dë Skënderajin. Nëse nuk e dë Skënderajin, ti nuk mund e dë Prishtinën. Pra, asnjëherë mos u kërleshni, mos u arqetni. Me shku ofër atina e me injeru tonën. Se unë me temin mund të dhe mos flas hiq. Mund të ka më dhime, si kush dhe kush. Por nuk ka qmim që më nalë për të mbroj temin. Këto kam dëshmu qysh në pej vitëv në dheta. E na duhet një afrim, na duhet një injerim i këtyne edhe babalar një poqëm apo familjar një poqëm, këta që na kanë shkel, na kanë ofendu, na kanë injeru, kanë përfitu nga ne. Këta ishin ko me Serbi, pse vëllon nuk po dela këia me arrestu këta. Kriminali nga Sërëgona, Shkov, i cili ka vra, ka masakru, ka dhënu shqiptar, shok dhe mik i kritarit Komunës Skënderajit. Milan Radojčić, që ka kry krime të rërë, i ka miq, bazat e gjithë do ta di, bazat terroriste serbe, bia serbe dhe ODB-ja serbe, qerdhen dhe djepin e konë Skënderaj. Askush mos dëshan këtu. E kom thoj 100 herë, e s'po du mu bo bajat me i përmen kush janë ata, po AKI-ja duhet nërvendime, gjykata, prokuroria, i kem na këta njerëz që po bojnë kërdira sot Skënderaj e gjithë Kosovën, plus i kime qiftelia, uëdat, i kanë bo uëdat mazluftë dhe këta uëdat s'kanë pos kur, po i kanë bo uëdat të e vjedh bugjetin e komunës e të qeveris, i kanë bo uëdat thuti këta janë ma tahirmeja se tahirmeja. Të gjithë do të adi, se në Skënderaj është baza e ODB-s edhe baza e bija serbe, edhe nga njerëz cilë të udheqin Skënderaj. Kur dënë, çdo institucion europikës Kosovës, unë ja dha faktët.
Sikur njeri e akuzova para dhe ditë njerin, edhe i shku, unë kishë denoncu mu, kinë se po shpifjën, kur dolla para institucione, zotëri thash, apo do mi po vetën, të filmun. Kur ja kalzova, u shtangën edhe institucionet, edhe i pagujti të shpërblime gjykatës e msheli gujnë. Unë ju garantoj se me ditë vetë sa të zitë e thoni që jam i flesht të rusi nuk merna, po qytetarët kanë mund një frikë se që 27 vite rehin shuplok, dolin a periuda në bishtat qiftelis, thuti kësi njesh nuk kohë kësi burash, e kanë rej qytetarët. Jënë shit, politika jonë ka qenë e shit. Imaginane, në verit Mitrovicës financën sët qeveria Kurti, edhe a dikuj derë porët të firma të kompania Fatmir Limes. Dhe me thonë, këta janë të lidhët. Kriminelin nuk ka dallim, kriminelin nuk njeh parti. Dhe me thonë, porën më të modhe që e merë nga qeveria e Republikës Kosovës, nga Albin Kurti e merë Fatmir Lima edhe Samir Shtaki. Unë do t'i vërtetoj këtu prova, do t'ja vqes qytetarëve që ta shohin qytetarët se është një allashveresht të vbon. Kanë ndërhy këta familjet e dëshmorëve, familjet eminente bajaki, si ndërmjetësus, edhe hotri jem, hajt jepja që të ndërë këtina se për marrë terminalin në Lezhanën e. Unë e kam shumë qytetarë të Republikës Kosovës me dhonë, për e pres ndihmen e ju dhe për krohin e ju, se po ju garantoj, po ju betona, si asni milimetër nuk do të levizi nga vetë vetja. Edhe a o nip, a o doj, a o bob, a o vlo, në rëtësom se pofsha, nëse është radhit mropa atyre që ju e një opinionin tem për ta. Edhe nga këto publikisht, ju baj apel, të gjitha atyre që janë mropa tina, mos t'jam syn deres tem, se është armik janë. Nga momentin që e kam po ofër dhe mas tina, unë e konsideroj si armik poplit edhe armik timin, e nuk e kam kur gjë mo. As dora e ti nuk mund të shtërnguhet kur mo me mu. As dek, as drek nuk ja shkeli derën mo. Unë që 7 vjet jam luft me ta. Me prita, me kërcenime, me shantazhe, me rrëthime, por për hotër të institucione, për hotër të policisë, për hotër gjykata, nashta dhe këmë frenu se më t'javë kësha kaldu verin këtyne ku e kam. Po për mos me ro në sy qytetarëve, për mos me ro, mos me qitë institucionet në pozit keqe, unë e veç këmë prit veprimin e tyne, jo teme. Ata me vepru zgudzojnë kër e din si ti e i gatshëm, nuk të rosën. Që e kanë bo brekta këti popli, veç e kanë kop gjykatën, e kanë kop prokurorinë, i kanë kop gjitha se këta vdesht me i pushkatu, jo me gjyku. Edhe mos harroni qytetarë të Republikës Kosovës, se çdo vepër mund plakët. Vrasja, droga edhe terrorizmi nuk plakën asnjëherë. E institucionet tona i kanë në arkivat, kena shumë njerëz ndershëm, po nuk i lojnë me punu këta. I kanë kop. Del kriminali thot, po letë si m'lidh mu s'ka. Ai tjetri nuk guxojnë institucionet me vepru, se din kush janë këta. Prandaj, na duhet një bashkim, na duhet një forcim i një, edhe ekonomikisht, edhe politikisht, që ti mbuashtu këta, se këta si do kërkush, pejtute ju afrohen. Ju garantoj se, pane me 57.000 banor, Skënderaj, 13.000 vetë kanë dollë me votu, gjysën i këna morën edhe i të veqeli tjetër, gjysën i ka morë kë, po ku të kthejesh njëra,
Ky ka morë krejt. Edhe një do më thonë, në rast se asamblisti mashtrus nga Rezolla e lëshon postin e asamblistit në Kembim dhe një asamblisti tjetër nga Klina që t'ja punëson vojzën në spital, une do t'aktivizohna me bomba që kini mu që dit qa ka me i bon udhëheqjes kriminele të Skënderovit. Kini mu që dit edhe ju vetë qëfar aktësh kriminele ka me i publiku. Se bajagi, kjo asamblisti mashtrus që punon në spital të Skënderovit, ka bo marveshje me Mjekërcopin, shoti postin e asamblistit ta marrë ato të Klinës, Skënderovit, e une po ta punësoj qiken vojzën në spital. Që të krime jam të liftune, që mos mi u ljohë këtyne matematikë të përbashkët, po me i shkatru. Ta farë sa Hanel Pirsa, ta farë që thirën, imaginone kush e prezentën Rezollën. Këshure, qëllimi është të rahatoj familjarin teme në rëtë somës postin apo përgjësin që e komorë ato në emën të poplit, e në emën qytetare. Nuk do të ljohë stre për këta kërkon heq. Do të liftoj deri në poshtin e tyre.